Kur nisi kjo dashuri për Shqipen, kaq fort, dhe kaq e dukshme është tani? Sa duket kur fillova të shkruaja, sigurisht kam shkruar në Shqip gjithmonë, letërsi, se të tjera për shembull artikuj, gazete, ese, dhe mund të shkruaj edhe në gjuhë tjetër. Kurse letërsim nuk e do të thënë në qoftë se ta bëja në gjuhë tjetër do unë janë cilësinë. Po me gjuhën pastaj kam punuar veçanërisht gjatë kohës që kam qenë në burgun e Borrelit. Çfarë lloj pune bëni ju me gjuhën? Si? Po, shfletoja fjalorin e gjuhës shqipe. Dhe kur shkruaja ishin disa fjalë që domethënë ishin ekspresive, po jo shumë të përdorura, dhe jam përpjekur t'i rivlerësoj ato fjalë. Që do të thotë shumica prej fjalëve që mua më duken si krijim, për shembull, ju keni gjetur dhe rivlerësuar. Ndonjëherë ka edhe neologjizma, sigurisht, se ajo nëse studion gjuhën dhe fillon e përdor, domethënë fillon ta zgjerosh fjalorin, përdor edhe neologjizma vetvetiu të vijnë. Në burg fjalor shikoni më shumë apo lexonit? Jo, edhe lexonim edhe fjalor kishim. Ishin aty apo i kërkonit ja u sillni? Në Borrel kishim një bibliotek, po edhe mund të porosisnim libra, domethënë ato që ishin në bibliotekën e qytetit, dhe mund i blinim. Ama ju flisni në mënyrë natyrale, dhe prandaj ky libër është i fortë, dhe libra tuaj kanë këtë forcë, është edhe vjeshtë ankth gjithashtu, po kjo është një mënyrë tjetër libri. Kjo është një libër tjetër, nuk ka lidhje. Kjo është gripi? Është fundi i viroze. Fundi i viroze, të shkruara. U isha aty. Faleminderit. Edhe është fundi dhe një epoke, madje, duke tani, bashkë me virozat, të çapo ndodh. Po, pikërisht. Po si fillim dua të kthehem te e kaluara, se ne nuk e kemi ezauruar është fjala, se tani mua vjen turp të flas. Shtëruar, ma vjen turp të mos flas shqip në emisionin shqip përballë josh. Nuk e kemi shtëruar. Edhe këto hynë në fjalët e huaja, po në të shkruar jo, sepse tingëllojnë çik si në vend për shembull një veshje me drut kesh plasmasa, kupton? Tamam, kur druri është e bukur. Kështu ndryrën ajo shqipja fjalët e huaja. Ne nuk e kemi shtëruar sa ç'duhet atë kohë, edhe për shkak të atyre që kanë treguar. Domethënë kanë treguar për arsye ndonjëherë për arsye të ndryshme, po jo dhe aq për arsye të letërsisë apo të dokumentimit të historisë. Kanë treguar në një mënyrë që nuk të mbush mendjen. Edhe prandaj, po e treguar prej jush, unë fillova të kisha për internimin flasim, kemi folur e dim, është një histori që ne e dim, edhe treguar për njerëzve që kanë përjetuar, por ju e shkruanit në një mënyrë tjetër, shumë natyrale, shumë të thjeshtë, shumë të ftohtë, shumë të largët prej jush. Ju e keni provuar, edhe këtë lloj fazë, jo vetëm direkt burgun. Kështu ishte si për personazhin? Internimi. Po, besoj, pak a shumë. Pak a shumë. Vetvetiu ka dalë përvojat, ndjesitë që kam pasur. Sepse përvoja vjen në kohën që ti do të tregosh. Rikthehet fshati që ishte për qytet, pastaj ku ishte ai vend? Në Belsh. Belsh kam qenë në internim, një pjesë të kohës. Por që nga përshkrimi duket si Belshi, domethënë edhe liqeni, transformimi që ka psuar. Ktheheni ju atje? E shikoni? Po, kam qenë një herë në 97 për të marrë ca dokumenta, për të kërkuar ca dokumenta, më duket sishin atje, sepse jemi zhvendosur. Dhe një herë tjetër pastaj kam shkuar me familjen, që kemi shkuar më tej në Dumre, një shëtitje me makinë dhe për të ngrënë drejt diku, që ka ndryshuar krejtësisht Dumre. Komplet, po. Atëherë si ishte? Atëherë, po deri në Belsh kam qenë, nuk kam shkuar më tutje në atë kohë. Dhe ju pastaj mbas Belshit ishte erdhi shpejt Burreli? Jo, më çuan në Kryevith, vazhdoi internimi në disa muaj atje, pastaj Burreli. Në të dyja rastet? Herën e parë ka qenë Burreli. Herën e dytë më çuan në Spaç, në fillimin e 90-s. Dhe aty kisha qenë prapë, unë dola një nga Burreli në fillim të 89-s, më çuan në internim në një fshat të Beratit, thellë, afër Skraparit. Aty mbas 11 muajsh më arrestuan prapë, në dhjetor të 89-s, dhe mbas hetuesisë, mbas gjyqit, shkova më çuan në Spaç. Në Spaç kam ndënjur 4 muaj deri në qershor, se ishte koha që me vizitën e Perez de Huelarit u shpërndan këto që kishin burgjet që kishin emër më të keq, Burrelit dhe Spaçi. Edhe ne që ishim në Spaç na çuan në burgjet tjera, mua më çuan në Lukov. Në Lukov? Po, një grup,
Unë kam qenë në grupin e fundit të burgosëve politikë që kemi ikur, që na kanë heqë nga Spaçi, domethënë. Kemi larguar nga Spaçi, nga shon Lukov. Kur e po t'ju letrën për Rami Salin në këtë kohë, në Lukov e shkruat? Jo, në Malinat të Beratit. Në Berat e shkruat? Po, në internim. Në internim? Po. E disa përshtyme më vën fakti që ju praktikisht po ishit haruar, le të themi, sa mund të harohesh në atë kohë. Domethënë ishit si në punën tuaj dhe ju nuk e pat punën tuaj, ju shkruat një letër publike që do shumë sens civil, do shumë kurajo që ta bësh, dhe ju e bët. I morët parasysh? E morë parasysh që mundet të ridonohesha. E morët parasysh? Po. Po pse bët atër? Po ashtu ma erdhi. Më thënë ishte një ndjenjë, nuk e di, një ndjenjë rebelimi, nuk e mbaja dot, si më thënë. Se kjo është, tek ajo letër, ti shikon atë që neve na mungon dhe tani. Na mungon në gjitha kohërat, shqiptarëve në përgjithësi. Do thënë, ne bëjmë të fortin, po kështu e keni thënë dhe vetë në intervistë, kjo më ngacmoi, kemi armën, kemi thikën, kemi parat, jemi forti. Po kështu fuqi shpirtërore edhe nuk e gjejmë dot të vetja. Unë jam shumë e habitur që ju e bët atë gjë, duke mos ju njohur, se po të një s'do habitesh. Unë po them që jam ndryshe nga tjerët, ose nuk jam shumë ndryshe, po ishte situata e skajshme. Më thënë, nuk isha një situatë normale. Më thënë, një jetë normale. Si ishte? Po, më thënë, në opozita e një njeriu që i dënuar, internuar dhe që si më thënë, e kisha dalë hapur, më të që jam kundër këti regjimi. Edhe që kisha gjëra për të thënë. Nuk mund të mbaja, më thënë. Në një moment, nuk dua të tregoj librin, dua t'ja lë të gjithë atyre që ka nevojë për një libër të mirë, ka nevojë të udhëtojnë në kohë. Do ja lë atyre këtë libër dhe nuk do flas për asgjë në detaje, po thjesht për një moment kur ai do di pse e kanë internuar, edhe për shfaqjet huaja. Për shfaqjet huaja, thot, në një moment ai po mundohet të kujtoj me kohë që çfarë ndodhi ai tregimi që libri që do bënte dhe se bëri dhe gjithë gjërat. Ndërkohë që kur ka përballjen e parë me njerëzit që e marrin në pyetje, është i kujdesshëm kur flet. Domethënë, duke si një kohë e zhdukur dhe haruar, po në fakt, në mënyra të ndryshme, asgjë sikur s'ka ndryshuar, asgjë. Okej, nuk të internojnë. Jo. Po. Dua të them, e keni fjalën për njerëzit vet apo për njerëzit vet? Nuk e di. Sikur tregoni për dikë që nuk është më, po që bën gjëra që ndodhin dhe tani. Dhe tani. Dhe ndërkohë ju e shikoni me largësi, edhe pse mua era ai më duket si ju. Ai nuk është ju, apo jo? Personazhi kryesar. Unë nuk kam synuar të paraqes veten. Por që besoj që pa dashur kanë dalë dhe gjërat mirë. Edhe gjëra që... Pse shkuat ju në Spanjë? Po, ishte koha, domethënë në 97-ën, pranverë në 97-ës, ishte një periudhë shumë e rrezikshme, siç e dini, që janë vrarë shumë njerëz, edhe që hiknin shumë njerëz, janë larguar dhjetra mira në atë kohë, dhe në mënyrë të dëshpëruar. Unë kisha një mundësi shumë të mirë, domethënë me një organizat që quhej Parlamenti Ndërkombëtar i Shkrimtarëve. Presidenti ishte Salman Rushdie. Po. Dhe kisha kontakt me ta. Mendova në 96-ën mbas zgjedhjeve, domethënë të 26 majit, asaj masakrës elektorale që u bë, që ndoshta të vendosë diktatura. Dhe u vura një herë në kontakt me ta, po kam të nuk kërkoj tani, vetëm mund të ndodhi. Edhe mendova do rri. Pastaj kur filloi ai kaos dhe ajo dhunë e 97-ës, mendova që më mirë po iki. Më mirë po iki ca kohë, dhe mendova të ikja për një vit, sa që kishin ata ta jepnin një bursë, edhe të çonin në një qytet, që quheshin qytet Strehim. Edhe të çonin në një qytet, kishte disa qytete në Europë, mua më çonë në Barcelonë, edhe mirë po, kaloi një vit, gjërat ishin normalizuar, si ishin masin atë periudhë, si në pranverën e 97-ës, po prap si ishin dhe aq mirë dhe veç asaj, unë ndjeva shumë mirë atje. Isha vetëm me gruan, menduam do shkojmë atje, nuk do jemi mes të huash, nuk do njohim njeri, do jemi vetëm, por të paktën do jemi në qetësi një farë kohë dhe të jashtë rreziku. Mirë, për mbas një viti pastaj, ndërkohë kisha njohur njerëz.
kisha krijuar kontakte, ose krijuar kontakte me mua shoqata të ndryshme, veçanërisht shoqata shkrimtarësh, ose institucione kulturore, dhe kështu që gjeta punë, bile Parlamenti Ndërkombëtar i Shkrimtarëve më kërkoi mua, që thanë do të punosh për ne, domethënë për të gjetur dhe për të propozuar raste shkrimtarësh ose artistësh që janë në situata të rrezikshme, domethënë që të përfitoni nga ajo që kisha përfituar unë, mbasi të marronja këtë bursën. Dhe kështu që punova për ata, fillova punën, pastaj kam punuar për institucion të Barcelonës e kështu me radhë. Tani jam freelance. Po përgjithmonë Barcelona më. Po, aty jam. Dhe në fakt ju keni sjell shumë shkrimtar spanjoll pastaj më pas, sjell në gjitha kuptimet. Po është e natyrshme, domethënë duke jetuar si thua midis dy kulturave, dy letërsive, domethënë midis Shqipërisë nga vi edhe Barcelonës ku jetoj, domethënë Spanja, Katalonja, është e natyrshme që të shërbej si një farë ure për kulturën në të dyja drejtimet, si thuash. Nuk ju bëri kjo që të ndaheshin nga shkrimi, domethënë ju kushtuat fort për kthimin, ju përktheni në mënyrë të jashtëzakonshme, ju bët një jetë tjetër apo shkrimi prapë ishte brenda jush, doni të shkruani? Po, kam vazhduar, kam shkruar vazhdimisht, domethënë që u shkova atje, edhe shkrimi për mua është veprimtaria kryesore nga gjërat që bëj, është më e rëndësishme për mua. Do shkruani dot po të ishit këtu? Besoj se po, po ndoshta jo aq mirë. Po pse? Po, atje kam përfituar diçka edhe në raport me gjuhën shqipe, sepse atje mësova spanjishten, po është gjuha e parë që kam mësuar duke qenë shkrimtar. A ju nuk dini spanjisht kur shkuat? Jo, nuk dija fare. Kurse gjuhët e tjera, domethënë që dija, i kisha mësuar para se të filloja të shkruaja, domethënë që mjaft i vogël ose në adoleshencë. Tani në kohën që shkruaja ishte sikur një gjuhë lindte brenda meje, domethënë kalonte nga strukturat më të thjeshta tek ato më të ndërlikuarat. Dhe kjo sigurisht ka induktuar edhe shqipen time. Dhe ndjej edhe të tjerë që lexuese kanë këtë që është bërë si më transparente fjalët, si më të dukshme, kupton? Në këtë drejtim ka ashtu. Pastaj nga ana tjetër është një vend më i hapur ndaj ideve, e një vend më i qetë, domethënë unë kam nevojë për qetësi që të punoj, të shkruaj. Pa, qetësi nga gjitha kuptimet, edhe financiare, edhe... Po, financiare, po, sigurisht, domethënë ketë një kushte normale, domethënë mos jesh... Që këtu akoma s'ja kemi dalë, domethënë të kemi atë mbijetesën, të ketë kalohet mbijetesa, sidomos për artin dhe kulturën. Si shikoni ju artistët, njerëzit që krijojnë, që bëjnë kulturë në Shqipëri, domethënë me kalimin e viteve, më keq? Jo, këtu ka njerëz talentuar, në gjitha fushat, letërsi, në pikturë, me sa kam parë, por nuk ka, si thuash, një hapësirë komunikimi letrar, ose hapësirë komunikimi kulturor. Ose janë si të veçuar. Në Kosovë është më ndryshe, për shembull. Po pse ne e kemi këtë problem? Domethënë janë njerëzit, po nuk komunikojnë, sa Kosova e ka bashkësinë. Po, sepse këtu diktatura ka qenë më e skajshme se sa diktatura e Titos në Jugosllavi. Këtu ka qenë, si thuash, komuniteti ka qenë i imponuar nga lart, atje ka pasur një farë autonomie. E me sa duket, këtu është si një lloj kundërreagimi ndaj asaj gjendje, ndaj atij kolektivizmit imponuar që ka qenë, domethënë, edhe të skajshëm, të dhunshëm në atë kohë. Prandaj kemi këtë që pak a shumë, po të vësh resh, askush nuk di gjërat e njëri tjetrit këtu. Domethënë nuk flitet për... Po, kjo është e vërtet. E thënë nga ju, mua po më hap syt tani, se edhe mua më duket sikur s'ka. Në fakt ka, po nuk komunikohet.